Dhe mirë se erdhe në një tjetër video këtu në kanalin tim. Sa po jam zgjuar, sa po bëra dush edhe drejtova pak flokët. Ndërkohë po provoja disa fustane që mund t'i vesh për natën e Krishtlindjeve dhe më ra syrit e ky fustani këtu nga Zara, që e bleva vjet dhe nuk mund ta veshja asnjëherë sepse ngela shtatzën dhe nuk më bënte më. Kështu që tani duket shumë okay, mund të jetë ky fustani që do vesh për natën e Krishtlindjeve që do e festojmë si gjithmonë tek familja e Shtefan. Ndërkohë, unë kam mamin tim të shtëpia ime dhe sot do bëjmë gurabiet e Krishtlindjeve, Plätzchen, që i thon këtu në gjermanisht. Kështu që do shkojmë në qytet, do blejmë gjërat që na duhen, do dalim xhiro me djalin dhe do takojmë besoj edhe një shoqe, edhe shikojmë edhe një çik ndonjë gjë aty në qytet vërtet. Kështu, fillimisht kemi rregulluar pak këtu, kemi pastruar pak, jo shumë. Por, para se ti iki duhet pa tjetër që të vendos këtë larsin e biberonave se sot që në mëngjes quam Sarën dhe Charlie në aeroport me djalin, e kam marrë djalin me vete që në orën 6:20 e kisha marrë pompat me vete dhe një biberon me vete që po të fillon të djalit të qante, unë nuk kisha mundësi që t'i jepja në makinë, mund të pompoja 5 minuta dhe për 5 minuta marrim mjaftueshëm qumësht, kështu që tani më duhet i laj tëra gjërat që bëra. Dhe pastaj do dalim në qytet, besoj që djali u zgjua, ha mami? Zgjuar është. Le ta veshim, dalim në qytet dhe është rehat edhe ai. S'është mësuar ai tani që do kafen e mëngjesit. Po nis këtë. I vendosim vetë këtë tabletin. Edhe shkojmë në qytet të blejmë gjërat që na duhen për të bërë biskotët. Për të dalë në qytet do vesh këtë kostumin që e mora tek Pull&Bear, bluza edhe tutat që janë kështu si klasike. Dhe pastaj do vesh një palto, mbasi të kuqe. Edhe mbasi do vesh këto, të grel ose një palë këpucë të tjera të kuqe. Ja, kështu duken. Oh, look. Gjithmonë kur bëj video. Kështu dukem, tani do bëjmë gati djalin dhe ulim karrocë në makinë edhe nisemi direkt. Sa po nisëm, nëna po lodh me djalin, me rëke, sepse nuk vëzën gjumin, po s'ka gjënë, për aq kohë ai nuk qan, për mua është okay, le mos flej. Po ja kam frikën që kur të futem në karrocë, mbase mund të qaj, gjithsesi ne do shkojmë do pim një kafe, kështu që kemi kohë ta qetësojmë, pastaj do shkojmë do blejmë në supermarket 2-3 gjëra që të bëjmë edhe ato gurabiet e vitit të ri kur të kthehemi, e Krishtlindjeve më falni. Kështu që tjetër s'kemi për të bërë ne. Këtë punë kemi Kianin. Pirri. Ja dhe ja, ta bëjmë dhe disa punë ka shtëpie kur të shkojmë në shtëpi. Do bëjmë. Dhe kaq.
kafen, bebat në ndenjën për mrekulli. Tani kam ardhur në supermarket që të marr gjalpin dhe gjërat e tjera që na duhen për biskotat e Krishtlindjeve. Gjalpi këtu. Tiku. Do ta gjejmë. Dhe ja kaluam shumë mirë, bebat na ndenjën vërtet për mrekulli, nuk e di, jemi të dy as shumë e fat, të dy bebat fantastik. Do marr një margarinë, sepse dhe me margarinë bëhen shumë mirë. Du të marrë dhe një gjalp këtu. Bleva çdo gjë që më duhej, mami është mbrapa me djalin. Djali tani u zgjua, kështu që po shkojmë shpejt e makina që mos na qaj. Edhe me shoqen time, siç po thoja, ja kaluam shumë mirë. Bruna është një vajzë fantastike dhe ka dhe vajzën, ku digjon sa e mirë që ishte. U kënaqem dhe ndryshuam bebat. Unë baja bebin e saj, ajo mbante bebin tim. Edhe Bruna gjithmonë donte djalë, lindi gocë, unë doja gocë, linda djalë, domethënë është situatë shumë e lezetshme. Të shkojmë në makinë dhe pastaj nëse do na lër Kiani, po edhe po nuk na la, njëra nga ne do ta mbaj. Tjetra do bëj biskotat ose punët e shtëpisë, kemi dhe për të gatuar. Kështu, por unë besoj që do të xhiroj më shumë pjesën e biskotave, sepse nëse do vazhdoj të xhiroj komplet tërë ditën, nuk e di se kur do mbaroj. Sa po u kthyem në shtëpi, djali ndenjë shumë mirë dhe tani po dëgjon muzikë. Ne do fillojmë të bëjmë, unë kam marrë 2 lloj kështu të gatshme për të bërë biskota. Po, shumë. Këto këtu janë me forma, këto këtu janë kështu si me gjallë, po sot do bëjmë këto këtu, mbase në një video tjetër do bëjmë këto këtu. Atëherë, kjo këtu na thotë që e kemi gati, këtë përzierje që kemi, do ta shtojmë me gjalp dhe me vaj. Jo, me gjalp dhe me vezë. Gjalpin dhe vezën do t'i trazojmë shumë mirë dhe pastaj do t'i hedhim këtë, si të thuash, përzierjen e gatshme. Dhe pastaj do t'a lëm 30 minuta të ftohet në frigorifer dhe pastaj do t'a hapim petën edhe do t'a bëjmë me kështu forma të ndryshme, unë format i kam. Kështu që ja ku e kemi këtë përzierse, përziem një herë gjalpin edhe vezën, mirë derisa të shkumoj, pastaj do t'i hedhim këtë pjesën e brumit. Edhe kështu. Në rregull, mami? Po. Tani do filloj me 3 vezë dhe me sa gjalp. Këtu nuk na thotë sa duhet. Tu thot vetëm një vezë dhe 175 gram gjalp. Pra gjysmën e gjalpit edhe një vezë. Do t'i përzijmë bashk. Derisa të shkumohen, mami. Përzierja u bë, gjalpi dhe vezën, tani do t'i hedhim këtë të gatshme dhe do ta bëjmë me dorë kështu si tip siç zë byreku. Hape. Derisa të bëhet pra brumi. Tani do ta mbuloj me qesën dhe do ta lëm 30 minuta në frigorifer. Tani do ta fusim në frigorifer. Të ftohet edhe, nuk e di, të pushoj, jo të ftohet. Derisa brumi të qetësohet në frigorifer, unë do shkoj të hedh plerat, sepse bebelinat e Kianit koshi është mbushur plot. Kështu që marrim qesën dhe ikim.
sa po vota pelenat, është një bekim shumë i madh kur ke dikën në shtëpi, për shembull mamin, sepse mund të mbyllësh këto punë në kate vogla, që ja thjesht të zbresësh poshtë dhe të hedhësh pelenat dhe e di që babyn e ke të sigurt, edhe po të qaj është dikush aty. Tani po shikoj këtu që pas kemi 2 paketa për burrin. Një këtu Stefan Bele dhe më tha mua që ka gjeta dhuratën e datëlindjes. Ndoshta kjo është dhurata ime. Edhe këtu nga shoku i Stefanit, Matias, pas ka një paket, mbas është në një dhuratë për lindjen e djalit ton. Kështu që po e marr me vete, shi qa gruaja jam. Pelenat për të hedhur është puna e Stefanit, në fakt janë shumë të rënda, por Stefani haroi dhe më ngeli mua. Kështu që le t'i marrim dhe paketat burrit me një dorë qa bën njeriu. Edhe shkojmë te shtëpia, pastaj kemi për të kurosur dhe pastaj do bëjmë edhe biskotat që do e kanë kaluar tani gjysmëorshin. Kështu që besoj do dalin shumë të mira. Brumi është qetësuar në frigorifer. Tani do ta hapim ose me dorë ose me ndonjë ollai, nëse keni. Do ta hapim me dorë, se e kam për më shpejt. Sobën e kam ndezur, ose më saktë po e ndez tashi. Dhe pastaj thjesht do t'i presim me formë. Ndërkohë që kemi letër? Marrim letër të re, po me bukë ishte ai, jo me. Okej. Vjen me të re. Marrim dhe format edhe bëjmë biskotat. Të vogël, do marrim këto forma edhe do bëjmë biskota në forma të ndryshme. Krishtlindjeve i mbaruan. Ja ku janë. Ngelin tani vetëm zbukurimet, po ka dalë gurabie shumë të mira dhe shumë të shijshme. Shkruaj në gojë. Shumë të mira. Nesër thjesht do t'i zbukurojmë një çik me gjëra të bukura sipër edhe mbaruan. Ndërkohë gatova dhe mami po e kuros rrobat. Dhe paketova djalin këtu se nuk e zë gjumin ndryshe. Tani presim Stefanin që të vi. Dhe do ja tregoj pak në pjatë se çfarë kam gatuar. Kam gatuar qofte me mishpule dhe me një salcë me domate, me qumë shpana, me salcë tomate dhe me spinaq. Edhe me qep. Kështu që kam bërë një salcë alla Wendy, që nuk ka emër, po salcë që e prodhoj unë. Edhe besoj që do jetë mirë. Ora është 6:03 minuta dhe Stefani duhet jetë për disa minuta në shtëpi. Shpresoj që ki janë të flejtë deri atëherë që të ne të ham rehat. Pastaj thjesht do e kurosim edhe rrobat e mbetura për sot dhe kemi bërë shumë punë. Mami ka pastruar tërë banjën me themel. Unë kam gatuar. Çfarë kam bërë? Kam mbajtur djalin.
kemi çuar Shqiptarë në aeroport, po. Me thënë këto gjëra, do me thënë që mund të duken të vogla, por ka ikur gjithë dita. Kështu ikin ditët tani. Me e rëndësishme ishte që i bërëm biskotat, edhe do t'ja jap edhe disa Shtefanit për në fund, prica kemi dhe dy këtu që i doqën. Jo, nuk i doqën, u s'kuqën shumë. Erdhi babi. Përshëndetje nga dita tjetër. Para se të mbyllja videon, doja t'ju tregoja setin që blevi Shtefani dhe po ashtu na kishte ardhur edhe një dhuratë tjetër nga motra e Shtefanit, nga Jana. Edhe doja t'ju tregoja se ishte shumë e bukur, na kishte ardhur një dhuratë për Shën Nikolausin. Apo për Nikolausin. Nuk e di çfarë është këtu në Gjermani në datën 6 dhjetor. Gjithsesi, Stefani bleu te kjo Turblaun Hand, është një dyqan që ka marka të njohura, e mori Stefan. Dhe mori një set shall edhe kapuç nga Hugo Boss, që unë personalisht, si një vajzë shqiptare, edhe pse kam mundësinë ta blej këtë edhe shumë gjëra të tjera, nuk do ta bëja kurrë, që është një kapele edhe një shall. Pra kjo është kapele dhe kjo është shalli. Janë të bukura, sepse kanë edhe këto shiritat e Hugo Bossit. Nuk i kanë çmimet këtu, por unë e di që të dyja kushtuan 120 euro. Dhe le të jenë sa të duan mark, më gjykoni sa të doni, unë nuk do kisha bler kur një shall edhe një kapele për 120 euro, gjithsesi Stefani t'i gëzoj, edhe i ka merituar jo vetëm këto për shumë më tepër, kështu që unë ja bëj halal, por që doja t'ja tregoja, ishin shumë të bukura, paketimi shumë i bukur dhe besoj edhe një dhuratë shumë e bukur dhe ishte për vitëri, po ai e blej vetë. Unë kisha ndërmend që t'i bëja diçka të tillë, dhuratë, se për dhurata për Krishtlindje normalisht që e lëshon një çik dorën, ai ja bëri dhuratë vetes, kështu që le ta gëzoj. Tani nga Jana na kishte ardhur një dhuratë, Stefani e ka hedhur paketimin, më duket se ishte ky paketimi këtu. Dhe kishte shumë dhurata nga Jona, nga Jonar, pra nga nipi Shtefanit, dhe një kartolin që thaj dashur Neci, dashur Shtefan dhe Kia, ju urojmë një kohë të bukur të Krishtlindjeve, këtu një dhuratë e vogël për Nikolaus, ju kemi Gjan, Jana, Sebastian, Jonar dhe Bene. Dhe Jonar kishte ndihmuar në paketimin dhe në dërgimin e dhuratës, pra nipi Shtefanit është vetëm 5 vjeç. Dhe na ka dërguar gjithë këto piktura. Atëherë kjo këtu është për Lukën dhe për Lean nga Jona. Ka vizatuar një nga këto pemë që kanë macet për të gërvishtur dhe për të shkurtuar thonjë. Edhe është me shkallë, është me vrima, me tunele që macet të hynë, është shumë e bukur dhe thjesht ideja që ai ka menduar një fantastik. Kjo këtu pastaj është për Kian nga Jona, dhe këtu është Kian të barku i mamit me kordonin edhe me 2 zemra. Sa cute. Kjo këtu është për Necin dhe për Shtefani, por pra nga Jona na ka vizatuar një zemër shumë të madhe, shumë e bukur, edhe e kemi shumë dashuri Necin e Shtefanit. Dhe kjo këtu po ashtu për Shtefani dhe për Necin nga Jona është një pemë viti të ri, po si ylber dhe me kapelen e Nikolausit. Po me misër që bëhen kokoshka dhe janë prej vendi, pra një mikesh e motrës e Shtefanit ka një herë, edhe ajo i prodhon. Ka pastaj çibuk edhe 3 çokolata, dhe këtu lexon Shtefan, Neci dhe Kian.
Dhe dhurata më e bukur, kur është kjo këtu, që lexon Krishtlindjet e mia të para janë 2 këmbka babysh dhe këtu lexon Kian Airik. Pra, e personalizuar për djalin ton. Dhe kjo është dhurata shumë e bukur. E vendosëm direkt tek pema e Krishtlindjeve dhe mua më mbushën syt me lot kur e pash, është shumë e bukur dhe do jetë një kujtim shumë i bukur për Kian Airik. Sa krenari jam për këtë emër kaq të veçantë që kemi gjetur. Kështu, kjo pra ishte edhe vlogu, ky ishte edhe vlogu, presoj që ju ka. Unë po e var tek pema e Krishtlindjeve që kemi këtu. Edhe ky ishte vlogu për sot, shpresoj ju ka pëlqyer. Shihemi në vlogun tjetër nesër. Ciao!